Doja të pyesja për diçka që ju e keni fort merak dhe për cilën jeni një nga njohësit më të mirë në Shqipëri dhe që keni gjatë punës suaj si ministër i keni kushtuar një tekst të veçantë që është arsimi dhe formimi profesional. Ju keni qenë një tifoz i modelit gjerman, sistemi dual të arsimit profesional. Mendoni që Shqipëria ka bërë hapa para apo pas vitit 2013 në këtë drejtim, sepse ka qenë një nga prioritetet edhe të qeverive socialiste arsimi profesional të paktën në Nuk ka bërë hapa mrapa, mendoj se ka vazhduar procesi dhe kjo ka shpjegimin e vet, sepse ky është niveli i arsimit dhe lloji i arsimit ku ne kemi asistencë më të madhe ndërkombëtare. Absolutisht. Dhe për fatin tonë të mirë kemi patur që në asë të dyshën dhe kjo herë kanë hyrë disa aktorë kanë dalë, e kam fjalën për partnerët huaj, po ka një partneritet të fuqishëm me dhe një mbështetje të madhe nga shumë vende, këtu është Gjermania, është Austria, është Zvicra, pastaj hyn Italia, Danimarka, Hollanda, USAID ka qenë aktiv, pra ky është një sektor ku janë takuar shumë aktorë. Dhe nëse ju e mbani mend që kemi krijuar edhe një lloj aleance. Por kësa aleance mungon faktori kyç, biznesi shqiptar. Pra, arsimi profesional në tërësi dhe i duali që ju thatë në mënyrë të veçantë ka promotor biznesin, sipërmarrjen. Unë shikoj që sipërmarrja ka filluar të ndërgjegjësohet më shumë, por mendoj prap që edhe pse zhvillimet e teknologji janë të vrrullshme, prap dhe akoma më shumë besoj që i rritet rëndësia këtij lloji arsimi dual. Arsimi profesional pra dhe sidomos forma e atij duale. Për të cilën kategori, këtë për masat e zhvillimit të këtij tipi të arsimit profesional në fakt do t'i përcaktoj biznesi, do t'i përcaktoj sipërmarrja. Pra, ky do të jetë një lloj arsimi profesional që i përgjigjet nevojave të sipërmarrjes për që nga teknikët, pra një dorë të kualifikuar, teknikët deri të këta menaxherët e punës day to day, që bën management day to day, kjo është kategoria dhe historikisht kështu është krijuar arsimi dual. Këtu më ngacmohet për një pyetje në radhës, sepse po të shihet modeli gjerman dual, që ka specifikat e tij dhe në raport me atë zvicerian dhe austriak, është i bazuar sidomos te biznesi i madh. Ndërkohë që personalisht mendoj që mund të na përshtatet më tepër ai austriak, i cili është i bazuar te ndërmarrjet e vogla, SME-t, sepse Shqipëria ka 89% deklarojnë 1 në 4 punonjës, biznese familjare. A kemi ne gjasa dhe mundësi që të adoptojmë një sistem si ai gjerman, ku ka kompani si Siemens, BMW, Mercedes e tjerë, apo ndoshta do na përshtatej si shtat dhe ju të orientojmë drejt biznesit vendor për të bërë më të përshtatshëm lidhjen e tregut punës me formimin e. Po, është e vërtetë që austriakët e kanë modifikuar, pra në origjinën e tij sistemi dual është krijuar nga kompani të mëdha dhe Benzi ka qenë një nga propozuesit e parë. Pra në landin e Baden-Württembergut në Gjermani, aty ku është kvarteri kryesor i Benzit, aty ka lindur kjo përvojë, pra industria e kërkoi këtë tip të arsimit profesional, e mbështeti dhe po të shihni këto kompani, këto kanë një departament për arsimin dual. E kanë edhe sot. Në çdo po të kërkosh websajtet e tyre, edhe Benzi dhe Volkswagen dhe kompanitë të tjera Bosch, atë e gjen gjithmonë. Në Austri ai pësoi disa modifikime, keni drejt që i përshtatet më shumë dhe biznesit të mesëm, dhe ne në Shqipëri arsimi profesional më shumë e kemi përshtatur sipas modelit austriak, në fakt. Dhe shkonte edhe pak më shumë si arsim profesional me traditën tonë të mëparshme, që ishin praktikisht gjimnaze profesionale, nuk ishin shkollat mirëfillta profesionale të tipit gjermanik, po ishin gjimnaze profesionale. Natyrisht edhe vendet gjermanisht folëse kanë gjimnaze profesionale dhe ne kështu i kishim. Modeli austriak është mbështetur më shumë në këto gjimnaze profesionale dhe natyrisht komponenti i formimit praktik është përsëri kyç. Dhe komponenti i formimit praktik ka vetëm një autor, do të jetë sipërmarrja. Nëse sipërmarrja nuk është aktive në pranimin,
mbështetjen dhe mbështetjen madje duke vënë edhe në dispozicion edhe këto instruktorët që i mbikëqyrin praktikantët në kompanitë e tyre, ai nuk funksionon. Betë teorik. Kam një pyetje të natyrës administrative. Ju mendoni që ishte më i përshtatshëm modeli që ju kishit gjatë qeverisë suaj, kur arsimi dhe formimi profesional kishin përgjegjës respektiv Ministrinë e Arsimit të Shkencës dhe Ministrinë e Punëve Sociale, ministri e cila nuk ekziston më sot, e çështjeve të punës, çështjeve sociale dhe punës, por sot kemi një model të decentralizuar. Pra kur vjen puna te formimi profesional, ne kemi Ministrinë e Kulturës e cila licencon guida turistike. Nëse vjen te përkthyesit është Ministria e Drejtësisë. Nëse flasim për Agjencinë e Arsimit të Formimit Profesional, ka përfunduar diku te Ministria e Financës. Pra kemi një shpërndarje të përgjegjësive, ndoshta për të arritur efektivitetin, apo kjo ka qenë dëmsjellse në sistem për sa i përket llogaritmës. Unë kam përshtypjen se u krijua një lloj konfuzioni dhe u mor natyrisht edhe në Gjermani, në disa lande ekziston ky model që është tek Ministria e Ekonomisë. Por ne nuk e kemi atë traditë. Pra ne nuk kemi traditë. Dhe ju i përshkruhet bukur, dhe po të shohësh lëvizjet i kapsuar, dhe është më vështirë që të gjesh kush përgjigjet për këtë. Pra, ti lëviz të drejtorisë sa në i ministrinë tjetër, po asnjë ministër nuk merret në këtë çështje. Dhe unë mbetem i mendimit që për politikë bërje duhet të shkoj sërish në Ministrinë e Arsimit. Aty ku është arsimimi, që është edukimi, se në radhë parë është edukim. Por agjencia që përmendet, Agjencia e Arsimit dhe Formimit Profesional, është ngritur sipas modeleve të vendeve të Bashkimit Evropian. Dhe në kuadrin e projektit të Bashkimit Evropian është ngritur, e ka mbikëqyrur në atë kohë duket qeveria holandeze, por kjo agjenci i bashkon dhe për një vend të vogël si Shqipëria bën sens që arsimi dhe formimi profesional të jenë gjithmonë bashkë.